Shikues, mirë se po takohemi edhe sonte këtu, jo në pasdite, është si pasdite, po që jemi në kuadër të edicionit të tretë të festivalit të këngës në Radio Televizionin Kosovës, për ndryshe kjo ishte e bukur, kjo hyrje, apo? E vërtet, edhe çdo ndryshim neve na pëlqen, kur jemi çdo ditë, kështu që çdo ndryshim është më së i mirë të ardhur, sidomos kur jemi në festën e festivalit të këngës, edhe gjatë gjithë javës do të jemi bashkë pra në orën 17 për 60 minuta për cilë tek ju intervista me garuesit e këtij edicioni, me protagonist, me ata të cilët po punojnë pa ndalje edhe në këto ditë të fundit përpara nisjes së edicionit të tretë të festivalit. Edhe sot do të kemi 5 prej garuesve të parë, të cilët do t'i prezantojmë në vazhdim. Do t'jemi pas pak me Florenta Brashin, me Dea Berishën, me Elmedin Ramushin, me Teut Halilin dhe me Almir Krabën, të cilët na japin padyshim emocionet e tyre sa i përket provave, përgatitjeve se çka që po bëhet në festival. Ne shallim për gjithë publikun, pra çdo ditë do kemi gjithë këngëtarët që do marrin pjesë në kuadër të festivalit të edicionit të tretë. Këta janë të parët, po do i kemi edhe gjatë gjithë javës edhe të tjerët, po që do jemi bashkë deri në orën 18 në një studio të re, që fillimisht kam përshtypjen që festivali nis nga sot, pasi që është fest. Kështu që do jemi deri në përfundim të festivalit, por këtë javë në prezantimin e mysafirëve. Por fillimisht do e sjellim Eriskomin, apo që ka nisë një rrugtim të saj me Radio Televizionin Kosovës, ndërsa sot është një ndër partnerët kryesor të gjitha mediave shqiptare. Rruga atyre është ndruar në një urë të fortë lidhëse mes markave dhe gjithë hapësirës shqipfolse në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, gjithashtu edhe në Mërgat. Eriskom është partner i besueshëm i reklamimit që arrin kudo, pra me Eriskom rruga drejt suksesit, që është edhe pjesë e festivalit, po edhe Radio Televizionit Kosovës. Faleminderit për partneritetin Eriskom, ndërka që unë prezantova vetëm me emra artistët tonë, disa të njohur, disa të tjerë të cilët prekin për herë të parë një skenë të madhe si që është skena e festivalit të këngës. Mund të them që është jashtëzakonisht e bukur, më e madhja që ka qenë nga edhe 2 edicionet e kaluara, por ne nuk do të kemi mundësi që të zbulojmë edhe shumë detaje, por do të kemi mundësi që në këtë fillim të shohim profilet e 2 mysafirëve të mi të parë dhe më pastaj do të zhvillojmë njëherë bisedën me ta, kështu që e shohim profilin e Florenta Abrashit edhe Elmedin Ramushit që do të na bashkangjiten në skenë pas pak. Përshëndetje shokë, unë jam Florenta Abrashi dhe me shumë kënaqësi për lajmëri që do të jem pjesë e festivalit të tretë të këngës në RTK me këngën që quhet Unë dhe Ti. Këngën e kam shkruar unë, tekstin e kam shkruar unë, kjo këngë është shkruar nga thellësia e zemrës. Është një këngë dashnie, një këngë për cilën jam shumë krenar, edhe mezi po pres me nda me juve. Ju ftoj që të bashkangjiteni ta përcjellni këtë festival sepse e di që do të jetë diçka shumë e bukur. Unë mezi po pres me nda këtë këngë me juve. Faleminderit shumë. Kaloni bukur. Përshëndetje, unë jam Elmedin Ramushi, pjesëmarrëse në edicionin e 3 të festivalit të këngës në RTK. Është kënaqësi këgja madhe për mua për me qenë pjesë e këtij festivali, po gjithashtu mezi po pres edhe me performu këngën apo më sheh. Ju ftoj krejtëve me na ndjek tonë. I pam kështu edhe profilet e 2 mysafirëve të parë me cilët nisim këtë rrugtim sa i përket RTK festit, Florenti edhe Elmedina, faleminderit shumë që u bëre kështu si parët e mysafirëve të cilët do të jenë të gjithë gjatë këtyre ditëve. Faleminderit shumë për ftesën, si zakonisht, je shumë e gjenë momentin kur më thirr. Faleminderit Elmedin. Me ty është hera parë që takohemi edhe e nisim kështu me ty bisede me qenë se me Florenti jemi rastis edhe në rastet tjera, por e bukura magjia e festivaleve të kësaj natyre është që aty bëhen bashkë edhe bëhen një artist me përvojë, artist me emër dhe artist të cilët mëtojnë të jenë nesër të suksesshëm. Pavarësisht se ti nuk je e re në skenë, këndon prej disa vitesh, më tregoje më herët, megjithatë është hera parë që ndoshta një publik i madh
si shpritet se jetë në këto 3 netët e festivalit, do të ketë mundësi që të njoftohen me Elmedinën. Kështu që do ja të nisnim kështu, me një prezantim të shkurtër të asaj se prej sa kohësh merresh me muzikë dhe pse vendose që ta sfidosh veten sepse është vërtet një sfidë e madhe të performosh në një skenë gjigante si është ajo e festivalit. Përveç që është sfidë, është këgjë shumë përgjegjësi e madhe, me qenë para një publikut këtil. Fillimisht kisha dashur me nisë me pjesën që unë nuk e kom pas kështu shumë plan me apliku ndoshta për festivalin e këngës. Po më thonë që ke pak të lashe mikrofon, sa rregullojmë shumë shpejt, kështu që Florent prapë ti po e kalon. Edhe pse. Kështu që Florent duke ti është rasti tjetër, ti ke sfidu veten edhe në gara të tjera, por Çështja është edhe për mua është hera parë në festival të tërkës. Po në festival, doja thoja që por në festival është edhe për ty si eksperiencë e parë. Pse vendose që ta sfidosh veten në Është një rast shumë i veçantë, është hera parë që unë është një këngë krye këput, domethënë për fillimin deri në marrë moshte imja, përpos ato finesat kur na hin studio që po ta fatin me bashkëpunu me 2 producenta shumë mirë, Duoba Studio. I përshëndes kudo që janë fantastik, janë perfekt. Më kanë ngu në krejt këto kapriqet e mia në për ide të ndryshme edhe më kanë lënë me shpreh vetveten, po u lidhen, u bën një farlloj konvergjencë yjeve kështu, u rënditën yjet krejt mirë, po do të thonë që është jam i pjekur emocionalisht për me këndu një këngë time dhe arrita me nxjerr ato çka unë e du për asaj këngë. Për mua është shumë rëndësi kjo këngë, shumë e ndjerë, kështu vjen prej meje, edhe nuk isha dashur mi nxjerr do si do, edhe festivali besoj që është një prej skenave më të denja për këtë këngë, ose kjo këngë është e denjë për këtë festival. Anasjeltas, që mos ta bëj këngën shumë më të madhe se festivali. Normalisht festivali e ka vendin e vet dhe jam shumë i lumtur që ekziston mas pari, që kemi fillu këtë farlloj rrugtimi, kështu që hiç u përpothen kushtet shumë mirë. Elmedin, duke qenë se, si që thash Florentin, kam pas rasti me intervistu dhe ma herët, edhe e kam pyet pikërisht për këtë fakt pse nuk sjell këngë të tua, po je gjithmonë me këngë të përpunuara, me këngë të njohura, këngë të bukura shqipe. Dhe disa vite më përpara sa u bën 2-3 vite, më tha që jam shumë kërkuese i përket materialit, edhe prandaj nuk është se kënaqem lehtë edhe nuk e realizoj një këngë. Vetëm sa për të thënë e kam veja ku i erdhi radha, ndoshta edhe pa një vedije, por ta realizoj këngën pikërisht për festival. Kështu që po besoj edhe për ty ka qenë rëndësishme me pas një projekt të duhur për një skenë të duhur apo jo? Nuk e di është ma e duhuna, po besoj ma si që veç kemi orë deri në këtë pikë, po që kështë të thonë edhe ma herët, se nuk më ra rasti me thonë, është që nuk e kom mendu shumë që e kom pas qëllim, me thonë që e kom pas qëllim që kam apliku për festivalin e këngës me qëtë këngë. Ju ka orë pa pritmas për një shoku tem malit edhe ka thonë pëse nuk po aplikon me qëtë këngë të festivali i këngës. Edhe one ju kështut se komendu fort që muj me u pranu ose diçka e tillë, po ja që e kanë marrë shumë parasysh këngën. Kënga edhe për janës tam është këgja ndjerë, është për të gjithë engjëjt në qelë, për ata që i kemi humbë, edhe të njëjtën kohë për diri sa vargjet janë të ndjeshme, edhe teksti, po melodia është këgja ritmike, një lloj balanci dhe harmonia mes dyjave, po që umria jo që ka kom dosht. Je e kënaqur me produktin. Edhe pikërisht këtu ku po realizojmë sot emisionin, ju këtu keni bë provat deri dje dhe prej nesër do t'jeni provat generale në atë skenë të madhe që po ju përgatis, është shumë e madhe, shumë gjigante, shumë e bukur, shumë drita. Dhe jo s'besoj se nuk do ta ndjeni të ftohtin, jam e sigurt me emocioneve të skenës, por deri më tani si kanë shku gjithçka, prej fillimit rrugtimit, ndërkohë i kemi disa pajme që na sjellin pak për pas skenat e përgatitjes. Me thonë dritën kanë shku shumë rrjedhshëm, edhe shumë e letu konë me u adaptu me pjesën orkestrës, me kërkesa që i kom pas, dhe me thonë që më ndryshin, sepse kisha dëshira të ndryshme se qysh me dalë ma e mira për këngën, edhe krejt këto janë prit me shumë mirë kuptim,
edhe sigurisht që kemi mritë me një diçka shumë të bukur që ka dalë kënga më mirë se që është bukur kështu në të vërtetë. Për ty, Florent, si ka shku gjithçka deri tash? Është shumë interesant me dëgju për herë të parë live. Shumë interesant se e kum bo veç me gitarë në shtëpi vetëm, kështu me akustikë, është shumë komplet krijesë tjetër është. E me orkestër është normalisht një tingull tjetër, një ndjenjë tjetër, është edhe presion tjetër, po u ndiva shumë mirë, po shka më boni shumë përshtypje është fakti që televizioni ka arrit me harmonizu këto oraret e provave tepër mirë, gjë që neve në animon me qenë ma shumë kreativ e jo me u brengos a kena me mërin prova. Do më thonë, për këto jam shumë falenderu sepse lunë rol tepër, nëse na jemi rahat në aspektin logistikës më ardhen prova, edhe normalisht masajnë prova ndodhë ke magjia se i kemi muzikanta ndër ma të mirë që ekzistojnë në komplet shqiptarin, kështu që jemi me fat edhe me shpresë që e japim unë të paktën e japat 100% që në tamë, edhe me nëzjerë ma të bukur në për kësaj, po jam shumë i lumtur me nivelin e provave. Një këngë pop e Elmedinës, balade jote, ja? Rock balad, po tipike 6-8 për kësi, bile dhe harmonine ka tipike, është karakteristike për atë lloj zhanri, po është pak ma ndryshë, se kur kënohesh shqip, merë kuptim tjetër, merë pesh tjetër edhe mesazhin brapa asaj, ose prapavia sepse o shkrua ajo kong, ose qysh o shkrua ajo kong, merë kuptim tjetër, kështu që nuk bëhet veç, nuk del vetëm një balad, po del balad e bukur, me kuptim. E ka që përmendë Florent që i gjithë pjesa e orkestrës është e shumë e përzgjedhur. Njëri ka qenë në 2 edicionet e kaluara, është ashtu edhe në edicionin e 3, nisë edhe prej drejtorit të muzikor, drejtorit artistik, Florent Boshnjakut, që padyshim bën një punë të jashtëzakonshme edhe në këtë edicion. Si ishte për ty bashkëpunimi me Florentin edhe me pjesën tjetër të orkestrës, me sa prej tyre të kishte rastis mu taku më herët, sa prej tyre po i takoje për herë të parë? Shumicën prej tyne ndoshta për herë të parë, për arsye që shumë ishin të rinj, edhe ishin ndoshta të e bo për herë të parë festivalin e këngës, po edhe me Florentin ndryshe se nga njëherë kur isha njerëzve në televizion, e menon që është krejt diçka ndryshe, po do me thonë nuk është që kom pas pritshmëri që mundet me kon Florenti, po konë do me thonë për te i pritshmërive të mia, sjelljet edhe ajo hapërsia për me pranu çdo kërkesë timen, bashkë me dirigjenten. Kështu që adin më kam bu mu një tamam si me konë në shpe, edhe me unë ndje leshëm për me paraqit ato që ka këmdosht të në. Florent, du me i ditë sa emocionet e tua, nga një artist që shumë njësë në rasteve jetë ti, vokali jëtë edhe kitara, me performu me sa antarët orkestra i ka nuk jam e sigurë që s'po e them një numër, 30 vetë, çfarë është për ty si emocion? Respekt. Se po hek një përë për një diçka shumë të rëndësishme për mu, edhe ke gogja vështirë se jam gogja i tepës, që kërkoj kam qef me pas kejtë të në kontrol, nuk është vërtet e mirë kjo, po në këtë rast shqyqyrë që ma kanë hek mundësin, ose ja kanë hek vetit mundësin me pas gitarën e ndorë, se e kësha prish në e kunë magjina, dhe se e kësha pas që me bo ma mirë, ka shumë njerës që kemi plot gitarista që e bojnë punën mëse mirë. Jam shumë i lumtur sinqerisht, më nxis po pres tash edhe në zërim të madh, është shumë e rëndësi. I kam do back vokale që po pres me i dëgju shumë kështu në skenë të madhe. Ta shohim çysh po tingëllon që ajo, po është shumë ndjenjë interesante. Është si prind me pa fëmin të ecë për herë të parë, është që ashtu është me hek dorë pi kongës tonë edhe me pa të e lujt dikush tjetër. Shumë ndjenjë interesant. Besoj është një përvojë që ju tash do ta jetësoni tamam në skenën e madhe, pse edhe përgatitjet e kanë atë magjin e vetë për me gjithat e ajtën premtën edhe finalin kushdo që e prek. Besoj është një përvojë që do që të përfundoj, sepse dihet që festivali ka karakter garues edhe jo gjithë mund të jenë fituesit e festivalit, por është një përvojë që vlen shumë për artistin apo jo. Absolutisht.
Për mu, unë e kom bind vetën që mos me pas pritje, po që ka po du është veç në publika me dëgju kongën, sepse festivalet e kanë edhe këtë lloj roli që me funksionu si një lloj trampoline për me mëri një popullat ma të gjerë, demografi ma të gjerë, edhe e bukur është që festivali i Kosovës dëgjohet edhe për rreth, dëgjohet në Shqipëri, edhe është një farloj autostrade ku mund është me mëri shumë njerëz, edhe thjesht po kom që me pas një impact që ajo kongë edhe me pëlqy për njerëzve edhe me dit mesazhin e qasoj kongë, thjesht shpresoj të i pëlqej ku gjo tjetër, s'po më duhet shka do që ndodhë le të fitoj maj mirë, definitivisht që ajo është më bukur. Edhe unë i bashkojmë para folës. Po edhe nuk është qëllimi, ose me ata që ka jam njësë kështu brenda zemrës, është që jo pa tjetër me fitu. Sigurisht jo veç pjesëmarrje, po me nxjerr më të mirën prej vetës, edhe me jep mesazhin që kanë kom dasht me e paraqit para shumë kohësh. Edhe kjo përveç që ka me kohën normal sfidë, që thash edhe më herët një përgjegjësi e madhe, po edhe pjesa më e rëndësishme për mua është që me e paraqit në mënyrën më të mirë të mundshme këtë këngë. Mirë shumë, neve një gjë është e sigurt që në RTK do të transmetojmë këngën si do të jetë, në emisionin Pazite do ta kemi shumë shpesh se ne me shumë qef i kemi ato performancat live dhe të 2 edicioneve të kaluara dhe jam e sigurt se do të kemi shumë këngë të bukura dhe performanca live dhe në edicionin e tretë, sa do t'i bëjmë pjesë të Paziteve tona. Shumë suksese. Faleminderit shumë që e nisëm bashkë këtë rrugtim edhe mezi po pres ju shoh të ngjitur në skenën e madhe. Faleminderit ty. Faleminderit shumë kënaqësi. Ne do kemi mundësi që të shohim edhe materiale ku paskuaj, materiale të realizuara më parë, që në sjellim pak a shumë përgatitjet e prapaskenave, të punëve të mëdha që janë bërë dhe po vazhdojnë të bëhen për ndërtimin e edicionit të tretë të festivalit të këngës. Gen Sali është skenaristi i këtij edicioni dhe ai ka dhënë një intervistë paraprake për kolegun ton Enver Gashi. Çfarë ka thënë Genci dhe disa detaje interesante rreth këtij edicioni i kuptojmë përmes materialit përgatitur. Edicioni i tretë i festivalit të këngës në Radio Televizionin e Kosovës nuk ka tjetër qysh si të shkoj përpas me një skenar profesional. E ai që qëndron brapa skenarit, e kemi Genci Saliu. Genci, mirë se erdhe emisionin pas ditës. Kënaqësi jemi, faleminderit për ftesën. Festivali po fillon, tash pas pak ditësh do jetë gjithçka gati? Po, normal. Jemi një ekip shumë i madh. Si shpeshe, kjo është një pjesë e njerëzve që punojnë për festival. Gjithçka do të jetë gati dhe gjithçka do të jetë e përkryer. Natyrisht njihesh për njerëzit të cilët vërtet din me bo skenare për spektaklet të tilla. Përveç pjesës që ke përvojë, ke një background artistik bukur pasur, çfarë do të presim? Cili do jetë ashtu madhështia ta quajmë ashtu të këtij festivali? Çka është me rëndësi me kuptu për një festival të formatit çfarë kemi, është se muzika është kryesore. Do shfaqja e muzikës në skenë në mënyrën e duhur. Edhe teknikisht, edhe estetikisht, po edhe e përmbledhur përmes skenarit edhe dramaturgjisë që krijohet përreth, gjithçka është në funksion të muzikës. Gjithçka që prodhohet për festivalin është në favor të muzikës, që ajo të shkëlqejë. Kështu që këtu është triku. Me thënë, me gjithçka duhet me qenë të punu që me qu ujë në të njëjtin mulli që quhet muzika. Kjo është sfida. Këtu është arti i prodhimit festivalit. Kështu që gjithë ne jemi të ngarkuar me të njëjtin qëllim. Natyrisht për pjesës muzikore, festivali Radio Televizionin e Kosovës njihet edhe për asaj pjesës glamuroze të bendit madh, të një skenes vërtet bukur që është mirë prit gjithandej. Do jetë diçka e tillë, do jetë edhe përveç pjesës muzikore edhe kjo glamurozja. Po, absolutisht, vetë fakti që e kiti një skenë aq të madhe me një orkestër kaq të madh, edhe musafir jashtëzakonshëm që nuk po dojmë me i zbulu njerë, sepse po dojmë me i pas surprizë në momentin kur ata shfaqen skenë. E gjitha kjo vetvetill e bjen një ndjenjë të glamurit. Është një sallë me 1000 njerëz publik, me një skenë jashtëzakonshme 60 metra LED ekran ka.
orkestra është shumë e madhe në 2 anë të vendosur të skenës, skenografia si vjet është shumë e bukur, kështu që ka me qenë një show për një madh, një spektakël i madh. 2 edicione është mirë prit tepër shumë mirë nga ana e publikut. Pret që tjetë edhe këtë vit ashtu? Po, pres, madje besoj që këtë vit në një mënyrë njerëzve ndoshta kam ju pëlqyer më shumë për të vetëm arsye se shkëqyr është edicioni i tretë. 2 edicionet e para kanë qenë shumë të mira. Njerëzit, sidomos artistat, kanë fituar besimin në festivalin, edhe si pasojë asaj kemi konkurrentët si vjet janë më cilësorë në mesatare. Këngët janë më cilësore në mesatare, këngëtarët janë më të mirë, më profesional në mesatare, edhe diçka që nuk kemi pas domosdoshmërisht në 2 edicionet e kaluara është që kemi njerëz të njohur, njerëz që janë fytyra të njohura për publikun, të cilët kemi si vjet si pjesëmarrës, jo vetëm si mysafir, që ajo është diçka është një sheh e mirë që festivali po shkon rrugës duan. Gjeci, po ju shohim baza ditore, je këto tek provat, tek bendi, tek këngëtarët të cilët do marrin pjesë. Je kënaqur me gjithë përgatitjet që po bëhen me bendin, me nivelin e tyre? Këta janë fantastik, je kanë udhëhecin drejtorin artistik festivalit Florent Boshnjaku, kudo që është ai, unë jam ndihemi sigurt sepse është shumë profesional. Kështu që po kjo është shtylla e festivalit. Kjo është pjesa më e fortë që e ka festivali dhe që e bën festivalin një suksesshëm është orkestra, Florenti, muzika. Gjeci, faleminderit shumë, e di që përvoja jote vërtet mund të na sjellni diçka madhështore, presim gjithashtu diçka madhështore sepse ja kemi bosh publikut tonë, ja kemi bosh të gjithë aty njerëzve tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit Gjeci. Të nduruar shikues, jemi rikthyer në këtë studion e re tashmë që e lajmëruam në fillim, ishte mediana me disa prej artistëve, ndërsa kam nderin dhe kënaqësinë që t'i kemi edhe 2 artiste të tjera të cilat do të marrin pjesë në edicionin e tretë të festivalit të këngës në Radio Televizionin e Kosovës. Bëhet fjalë për Dea Berishën dhe gjithashtu Teut Halili. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë për kohën edhe për mundësinë, po besoj që këto janë ato ditët që tashmë fillohet me u bë gati sa më shumë që me u paraqit sa më mirë për festivalin. Njerë në fillim si çdo artist që po i pyesim kështu një perspektivë për festivalin çysh ju është dok, edhe normalisht do të flasim pak a shumë për këngët e juaja. Mund të filloni. Për momentin jam një muaj jam prova intensive. Jena më nuk pak me e bo një valzim pak më adin që ju përshtatët këngës, edhe këngën jena më nuk me bo sa më që ju përshtatët edhe festivalit, edhe unë kom kuzha emocione për festival, së është hera e parë. Është hera e parë për juve? Është hera e parë për më që të marrë pjesë në festival, edhe plus që jam pak e jashtë që të bëjmë që nuk e dita që që shkojmë punë këto me festivali, është që po mënona sa ma Po besoj që këtu emocionet edhe kalohen, apo jo? Mirë, do i shohim profilet e juaja, fillimisht, më pastaj do kthehemi edhe të flasim edhe me Teutën, po normalisht edhe me krejt se çfarë presin vajzat për këtij edicioni të tretë. Sa herë që bie një akord muzikor, zemra rreh më fort. Po fillon festivali këngës së Radio Televizionit të Kosovës, ngjarja më e madhe muzikore e vitit. Me 6, 7 dhe 8 nëntor, 3 netë magjike do të ndriçojnë skenën në Pallatin e Rinis. Me performanca live, orkestrën profesionale dhe artistë jashtëzakonshëm nga vendi, rajoni dhe Mëqër. Energjia, pasioni dhe muzika do të bashkohen në një festë të paharrueshme. E këtë edicion, uset janë shumë të kufizuara, ndaj rezervoni vendin tuaj që tani. Duke klikuar në këtë link, mund të zgjedhni natën tuaj të preferuar të festivalit, aty ku flasin akordët muzikore,
ku talenti dhe emocioni bëhen një me publikun. Festivali këngës në RTK, muzikë që ndjen, emocion që jeton. Jemi rikthyer prapë të nderuar shikues dhe do e vazhdojmë intervistën aty ku mbetëm me Deën dhe Teutën, mbetëm te Teuta, edhe besoj që Teuta do na tregojë edhe për ty është hera parë që po merr pjesë në festival, edhe cilat janë emocionet kështu para fillimit të festivalit. Po, faktikisht është hera parë që jam pjesëmarrëse në një event të tillë. Pa modesti është shumë përgjithësi dhe me pas emocionet pa numërta, nuk kam fjalë, nuk përshkruhen. Po besoj nëse vish kam fillu tash në skenë kam me qenë halamat më dhaja, po në për të mirë. Shumë po shpresojnë që vetëm për të mirë. Mirë, është një rikthim i juaj pasi që kemi pa duke prezantu lajme edhe te tashmë të kjo pjesë, kush të mban mend edhe si artiste, po edhe ju vetë, besoj që është një diçka shumë e mirë dhe një rikthim i bukur i juaj. Edhe pse nuk i përkasin saktësisht profesionit njëjtë, nuk dija më me qujtë rikthim të sakt sa i përket lajme edhe në muzikë. Mirë po, ka pjesë artistike, po është përmbushje që kur më është bo ftesa, ka qenë mëse mirë se ardhur. Keni ardhur me knatësi, besoj. Jashtë zakonisht shumë. Një shumë, Dea, ju jetoni jashtë, apo jo? Jetoni në Amsterdam, edhe besoj që edhe për ju është diçka e mirë që me ardhur, nuk dija keni lind në Kosovë, apo keni lind atje? Jam lind atje. Ki lind atje. Edhe po besoj shumë që është diçka shumë e mirë dhe për familjen e juaj, apo që me u kthye dhe me ardhur. Na tregoni pak për këngën, kush e ka punu, kush do jem besoj që edhe pjesë artistike ka shumë rëndësi e përmende vetë që do ketë edhe shoqëruese në skenë. Këngën e ka bu Lis Boshtrokaj, tekstin Lis Boshtrokaj me Besar Zhuja. Me performance na po mundohem sa ma unik me bo, sa ma vallëzimin që me jo përshtot këngës, që mos me dole edhe jashtë këngës, edhe po mundohem që edhe me këngët em që i kena bo kështu, me pu diçka në treg. Po flasim tash për këngët, çka ki dëshirë me përçu te publiku? Se kam përshtypjen që secili artist, sidomos në festivale të rangut të tillë, normalisht që këto këngë mbesin, edhe nuk janë vetëm këngë të, po e them ndoshta sot që disa po bëhen komerciale këto të festivaleve, ka tregu koha që zakonisht mbesin edhe jetojnë kështu shumë gjatë, kështu që kjo është edhe besoj madhështia e festivalit. Mesazhi i këngës është se kënga flet për një lidhje shumë toksike. Kështu që ata që janë me një... zakonisht po ndodh. Po, sidomos në qëtë gjeneratë shumë po ndodh. Kështu që ata që janë me një lidhje toksike, leni lidhjen, heq më lidhjes, adin që leni, më thonë që ajo është mesazhi i këngës që edhe pse ti e dën qatë person shumë, më noho adin sa më të mirën për ty, më thonë, qa është mirë për ty, qatë sa më ne me vodhë, thonë që mos me metë me një lidhje qatë. Po s'po është e letë, që? Jo. Shto me të rejkë. Mirë, Teut, flasim pak për këngën tënde, na tregon ma shumë për kush e ka punu, kush është pjesë. Është me tekst me gjithë shka është e komponu me teksti është i shkruar nga Diell Gashi. Muj me thonë kështu të binqëm që ka qenë faktori kryesor që më ka tërhek me pranu këngën, sepse mesazhi i këngës është jashtëzakonisht i fuqishëm. Është lloj kauze që flet sidomos për ngjarjet aktuale të trendit apo kulturës që është kriju kohëve të fundit e na rreth gruas, rreth pozitave të palakmueshme të gruas në jetë, rreth dhunës, qoftë fizike, psikologjike, emocionale, gjithçka tjetër. Po uroj dhe po shpresoj prej zemrës që kënga me arrit me u përqu në vendet e saktuara dhe me arrit me pas ndikimin e duhur, që me arrit me bo diferenca dhe ndryshimi. Pa e doshma atë që e thash që ndoshta këto këngë dhe festivalit me të vërtet kanë një unë pak ma ndryshe në kuptimin, nuk e thash më këtë që këto këngët që janë më komerciale, thjesht nuk po e kanë jetë gjatësinë e saj. Keni vendosë edhe ju personalisht që tema tjetë kështu ma e thellë në kuptimin që kjo këngë ti mbijetoj kohës, pavarësisht çfarë do çmimi që do e merr në festival. Pikërisht, është një prej arsyeve kryesore, që ideja është, okay, festivali është karë, mirë po për te kësaj,
mesazhet duhet me arrit me u përquni 100% s'kemë, nëse secili prej neve ka arrit me bo këto, se është arritja më e madhe që kemi me mujt me bo në festival. Është prestigj, është respekt, është gjithçka për të mirë, kështu që Kjo ka rëndësi. kjo ka rëndësi. Mirë, kështu krejt fare në fund, më tha Mediana që m'ju pyet edhe kush do kujdeset për veshjet e juaj, besoj që do lidhet edhe me temën, edhe ato të gjitha i keni bo gati, apo jo? Në përgatitje si për. Ne kësha rru këtë pjesë. Është shumë e rëndësishme paraqitja skenika, apo jo? Gjithashtu, me patjetër. Veshja në gjithçka tjetër në përgatitje si për mbetet pak surprizë në premierën në Red Carpetin e dashur me datën 6. Mirë, besoj që në fund të gjithmonë artistët thuhet që suksesin ja dedikojnë dikujt familjes ose dikujt që është do jetë kjo një përmbushje juaja edhe vetë pjesëmarrja në kuptimin që këto këngë ta keni gjatësinë e vet, po edhe pse jo të fitoni diçka do ja dedikoni dikujt këtë sukses apo thjesht që shtatë uta kënga të shkoj aty ku e ka Padoasht me t'inglu klishe është pjesë me rëndësi pjesëmarrja, është e vërtetë që është pjesëmarrja me rëndësi, po kisha pas qef mbi gjitha me met një eksperiencë e bukur, një kujtim që nuk harrohet, janë 3 net magjike, po mënoj vesh po shpresoj që ka me qenë gjithçka bukur dhe kemi kalu që është mas bukuri. Ja? Edhe në pajtona me Teutën, kisha pas qef që edhe publiko, adin edhe publiko të luris, edhe së të mos familjes teme, mi u pëlqy për performanca jeme. Ta është parmar parasysh, qysh adin... Qysh rjedhin gjanat me shku gjithë qka mirë. Mirë, unë një falenderoj shumë, kjo shumë knaci që ju patëm së në studio, edhe jeni mësafirët e para, realisht bashkë me Florentin që ishte, dhe me kolegën e saj, kështu që shpresoj shumë të shihemi në festival dhe ju urej nga zemra sukses. Faleminderit në knatësi është e jona. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, do kemi mundësi tash ta ndjekim një material që kolegu ynë Enveri e ka realizuar me një nga kolegët tanë, Burim Tufën, për produksionin e gjithçka tjetër këto ditët e fundit për përgatitje të festivalit. Për më shumë detaje e shohim materialin në vazhdim. Brapa një organizimit si që është festivali i Radio Televizionit Kosovës, një element shumë i rëndësishëm është pjesa teknike, apo si që quajmë ne pjesa e produksionit. Jam me Burim Tufën, një pjesëtar të quajt nga një grup shumë i madh i ekipit të produksionit. Burim, fillimisht mirë se erdhe në misionin Pazitës. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe të jo në hapësinën ku jemi të punu në pjesën e paraproduksionit për realizimin e festivalit Tret Këngës. Natyrisht një përgjegjësi shumë e madhe teknike, të marrë parasysh që është një festival vërtet glamuroz, me performanca të shumta, me shumë instrumentist, me një hapësirë shumë e madhe. Si po shkojnë punë? Po mënej, tashmë e kemi përvojnë e 2 festivale ma herët, po jo vetëm këto 2 festivale, po edhe kemi prapa vetë dhe shumë projekte tjera të mëdha të cilin neve i kemi realizu, po së bashku me ekipën e regjisorëve, të cilët në detaj janë të punu librin e gjerimit, edhe jemi të folë dhe kemi organizuar dhe pozicionin e kamerave në fazën e para produksionit që me pas ma të letë që kur dalim salë me mujtë më realizuar. Me që nuk e kemi me thonë luksin që mi pas provat shumëta në salën ku ka mu majtë festivali, atëherë neve i kemi japë shumë rëndësi pjesës para produksionit, do më thonë ku përnohës si cili detaj, duke u bazu në këngën, muzikën, tekstin, skenografin, skicën e skenografisë, edhe atëherë ne punojmë që me pas ma letë edhe me pru sa ma mirë në ekranet e televizionit, festivalin e këngës në televizion. Shpesh kur shikohet mbrana televizionit, duket sikur një punë e lehtë. Por a është vërtet punë e lehtë? Jo, po mënej puna realizime televizive është punë kolektive, do më thonë janë një numër i madh njerëzve që punojnë, do më thonë kemi fillu në faza produksionit, do më thonë kemi fillu s'paku që 4 muaj me u marrë me këta, do më thonë. Me marrë me pjesën e teknikës që kemi pas aksesor të cilën neve na e vënë vitën me pas, do më thonë në realizimin e kësaj, sigurimin e tyne edhe përbamjen e ekipës dhe kemi punu në secilin detaj që me pas
ma letë dhe me realizu sa ma mirë festivalin e këngës. Është një menaxhim i një grupit madh të kamermanave, sa e di. Po, sektori kamerës, edhe këtë vit si hera e tjera është nashta numri maj madh i cili ka me punu. Dhe më thonë, numri maj madh i ekipës që ka me punu aty. Dhe më thonë, janë 11 kamerman të cilët kanë me qenë pjesë e realizimit të kësaj. Dhe më thonë, të cilat do t'i bojmë provat, dhe me punu edhe se cili ka me pas të tyrën e vetët. I kisha thonë që gjithë ata pjesëmarrës që do jenë pjesë të festivalit, mos ta kanë frikën që nuk i ro kamera. Jo, s'ka, miza nuk i ka të, jo, diçka tjetër. Po, në aspektin teknik të kualitetit, cili do jetë? Pa modesti e thamë që Radio Televizioni i Kosovës e ka produksioni më të mirë, jo vetëm Kosovë, po besoj edhe në Rajan. Dhe më thonë, kemi përvojën e duhur, kemi ekspertizën e duhur, kemi profesionistat e duhur, të cilën mujnë me realizu më së miri një festival të përmasave të tilla. Po, jemi të pjesa ku po bëhen ushtrimet, dhe pjesën e kemi edhe kolegë tjerë që janë pjesë të realizimit. Ky lloj bashkëpunimi, si po shkon, si është? Po, është e pamundur me realizu një festival tillë. Është e pamundur një emision thjesht me bo pa pas bashkëpunim me një festival të madh cili është ky. Domethënë, kasta e regjisorëve, 3 regjisorë të cilët janë të punu intensivisht në librin e xhirimit. Janë të punu intensivisht, domethënë me ka 7-8 orë, 10 orë në ditë, që secili detaj, secila kamerë, secili plan, secili rresh, secila fjalë e ka vend e vetë dhe ditë në cilën kamerë kanë më thonë, dhe planet cilat kanë më përdorë. Domethënë, neve dim para prakisht se cili moment kemi me marrë për zonë groplanin, cili moment ka me qenë totali, cili ka me qenë plani mesëm, duke falenderu punës intenzive të 3 regjisorëve cilit janë të punu intensivisht në librin e xhirimit. Kështu shikuesve edhe po mendoj që është na leton punën shumë, sepse qëre drejtë më thonë për mua personalisht pjesa para produksionit është pjesa më e vështirë. Pjesa më e vështirë sepse merr kohë shumë, kemi punu, më thonë nuk kanë hapësinat ku kemi punu. Momenti që neve dalim sallë, atëherë jemi në terren tonë, që aty nuk atë gabimi është i pafalshëm. Jo, po mënaj aty nuk është që është i pafalshëm gabimi, po aty nuk është pa diskutim, aty jemi më të mirë, kështu se do pa pikë po diskutim. Kështu burim, gjithë ata shikues që do na shikojnë nëpërmjet kanalit tonë të Radio Televizion Kosovës, por edhe shikues që janë në sallë, mund t'i premtojmë spektakull? Po gjithsesi. Po mënoj në pjesën programore, në pjesën përballëcore, mirë të tërkush, po në aspektin realizimit to ju garantojnë 100%. Jo garantojnë 100% që bërë. Burim, faleminderit shumë. Shkoftë si Faleminderit edhe për te, faleminderit që vjen në vizitu edhe me përcjell punën tonë të ekipës së prapa kamerave. Faleminderit. Shifën. Nga kjo intervistë realizuar para prakesh, do të kemi mundësi që të lidhemi drejt për drejt edhe një herë me kolegun Enver Guashi, i cili do të intervistoj Bislim Bislimin nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që edhe këtë edicion janë partner të realizimit festivalit të këngës në RTK, kështu që do kalojmë me një linjën tek Enveri. Enver, përshëndetje për ty dhe për mysafiren. Përshëndetje Mediana, për juve dhe gjithë teleshikues të Radio Televizionit Kosovës. Po lajmërohemi prej ambientit ku do zhvillohet edicioni 3 i festivalit të këngës të Radio Televizionit Kosovës. Një event të cilit janë punimet finale, ta quaj ashtu, para pak qastesh kanë përfunduar edhe provat që ka filluar edhe bendi i cili do të performoj këtu, po dëgjojmë në background muzikë të cilët po testohen gjitha ky zgjerim i cili do jetë i pranishëm këto. Natyrisht një festival i tillë nuk mund të bëhet vetëm si pa partner, pa bashkëpunëtor. Dhe natyrisht një prej bashkëpunëtorëve më të mëdhej që ka Radio Televizioni Kosovës e për këtij festivalit është edhe Ministria e Kulturës. E ne do të zhvillojmë një intervistë pra me Bislim Bislimi, i cili është sekretar i kësaj ministri. Zotë Bislimi, faleminderit fillimisht që je në emisionin pasdites. Faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Një pyetje kështu, shumë shpejt. Siç po duket kjo atmosferë, është bë diçka?
është befasuese, është atmosferë impozante, është e pashpjegueshme çfarë pamje dhe çfarë punë është bërë nga mjeshtrit e skenografisë që kanë marrë përsipër të realizojnë, si me thonë, imazhin edhe platformën ku do të shfaqet një prej ngjarjeve kryesore kulturore. Dua t'i përgëzoj gjithë personat që kanë qenë të përfshirë në këtë punë gjigante, masive, që është ndërmarrë këtu në hapësirat e Pallatit të Rinisë dhe të Sporteve në kryeqytet, gjithë partnerët e Radio Televizionit Kosovës dhe partnerët e RTK-s të tjerë që kanë qenë të involvuar dhe që kanë shkrirë me kaq mjeshtri gjithë këtë punë të jashtëzakonshme të skenografisë festivalit. Natyrisht, Ministria e Kulturës është partner tradicional, ta quajmë pa Ministrinë e Kulturës, vështirë do të ishte një ngjarje e tillë kulturore, meqense kjo ngjarje nuk është vetëm për Radio Televizionin Kosovës, por është edhe në nivel kombëtar, siç duhet edhe për krahaja e ministrisë. Çfarë domethënie ka ky festival për juve si ministri? Po ne edhe në vizitën e mëhershme që patëm para disa ditësh këtu në punimet e skenografisë, thamë për Radio Televizionin e Kosovës që ky pa diskutim është një prej festivaleve më të rëndësishme që është organizu pas luftës në Kosovë. Unë dua të besoj që ky është një ogur i mirë që traditën e festivaleve që Kosova e ka dëshmuar të kaluarën që mund ta marrë përsipër, ta rikthejmë si një formë ku ne i ofrojmë publikut një ngjarje në cilën muzika dhe arti ynë muzikor, tekstshkruesit, kompozitorët, interpretët, instrumentistët e të tjerë do të gjejnë hapësirë të shprehjes së talentit të tyre përmes sjelljes para publikut të vlerave të mirëfillta muzikore. Ne dimë të gjithë që në këtë periudhë për shkak të komercializmit të tepërt, gjithmonë aty ne nuk kemi ndonjë, si me thonë, gjë kundër që ka kaq shumë biprodhim të vlerave muzikore që sillen tek qytetarët, mirë po, unë besoj se Kosova po ashtu ka dhe treg edhe publik që konsumon art mirëfillt muzikor. Festivalet një prej detyrave, një prej elementëve të vetë konceptit edhe të misionit të festivaleve kanë që publiku t'i sjellin një produksion që ka për bazë vlerat mirëfillta muzikore. Unë besoj se kjo është mënyra më e mirë për ta realizu këtë objektiv. Ministria e Kulturës këtë dimension e ka vlerësu jashtëzakonisht me rëndësi, që pikërisht përmes RTK-s ne atë çfarë dikur akordet e Kosovës i kanë sjell publikut ton të rimodelojmë edhe ta mbështesim si projekt përbashkët, i cili pa diskutim që adreson objektiva përbashkëta, edhe të Ministrisë të Kulturës si autoriteti më i lartë politik bërës në fushën e kulturës, por edhe të transmetuesit ton publik, i cili po ashtu kujdeset për të ruajtur dhe për të mirëmbajtur vlerat të mirëfillta kulturore, artistike, shkencore, arsimore e të tjera që janë pa diskutim në interes të publikut. Natyrisht si dy institucione publike, sikur se edhe Ministria e Kulturës, po ashtu edhe Radio Televizionit Kosovës, shpesh tek popullata na shohin pak edhe me një farë lloj hije që nuk din bëjnë projekte, nuk din të menaxhojnë projekte siç duhet tjerat. Është një dëshmi që me vullnet, me mbështetje, me bashkëpunime të ndërsjella mund t'i sjellin publiku diçka të mirë. Ky është edicioni i tretë i festivalit dhe nga diskutimet që kemi pas edhe me udhëheqësit e Radio Televizionit, kemi konstatuar që përkundër mungesës së burimeve të mjaftueshme materiale, është organizimi më kuptimplot edhe, si me thonë, perfeksionimi i vazhdueshëm i punës që është bërë në kuadër të organizimit të festivalit. Kjo tregon që megjithatë ne mund të mos kemi pas kapacitete mjaftueshme në një moment caktuar, po kjo nuk na ka nuk na ka lëkund nga përcaktimi ynë që këtë rrugë të ndërtimit kapaciteteve ta bëjmë së bashku, ta
plotësojmë, ta mbështesim njëri tjetrin si institucione publike dhe të arrijmë në këtë pikë ku sot tashmë jemi në prag të fillimit të festivalit e puna e gjertanishme tregon qartë që edhe në kuptimin e programit artistik edhe të vlerave që pritet të sillen në skenë, po edhe të vetë infrastrukturës e jashtëzakonisht komplikuar dhe sfiduese për organizimin e një festivali, të mund të themi me plot gojen që sot ja kemi arritur, ja kemi dalë deri këtu, e unë besoj që në vazhdim e sipër kjo do të vijoj të përsoset edhe më tutje. Nuk ka asnjë dyshim që Kosova, qysh nga periudha viteve 60 më tutje, ka ditur të prodhoj talent, ka ditur të sjell këngë të bukura, ka ditur që dhe ka pasur mundësi që të krijoj edhe publik që konsumon art mirëfillt muzikor, edhe unë besoj se pikërisht në këtë rrugë edhe do të vijojmë më tutje që si më thon publiku të ketë adresë të qartë të artit mirëfillt muzikor. Zoti Bislimi, duke bazuar 2 edicionet e mëparshme, çfarë pret ju personalisht po edhe si ministri për edicionin e tretë? Unë pres që festivali të realizoj objektivat e veta që për neve si ministri është që të sjell këngë të bukura për publikun, që të ofroj një kompeticion të mirëfillt të ndërmjet këngëve garuese, të arrij të krijoj, si më thon, një farë lloj vendin e vetë tek publiku në Kosovë që kërkon edhe me ngulm edhe që ka kohë gjatë që ka kërku këtë platformë ku do të mund të konsumoj art mirëfillt muzikor. Unë besoj shumë që jemi afër atij objektivi, pres pra që për një hap më tutje të përsosim gjithë punën edhe gjithë synimet edhe qëllimet që janë parashtruar këtij festivali. Zoti Bislimi, faleminderit shumë për intervistën, faleminderit për mbështetjen e dhënë, po tregohet puna jon, puna Radio Televizionit Kosovës bashkërisht me juve, po tregon një vend i cili po bëhet bukur dhe besoj që edhe pjesa edhe këngëve, por edhe repertoarit të gjithë do jetë në nivel që të kënaqshëm dhe dëshirueshëm për qytetarët tanë. Ju faleminderit, unë dua të uroj gjithë muziciantët, gjithë kompozitorët, gjithë të produksionet që kanë marrë pjesë në këtë proces, mbi gjithë Radio Televizionin publik që ka marrë përsipër në kushte mjaft vështira të realizoj këtë projekt. Kjo edhe njëherë po them dëshmon që përkushtimi edhe i Ministrisë edhe i Radio Televizionit është i palëkundër që të bëjmë hapa drejt atij qëllimi për të sjellë një festival të mirëfillt në skenën kulturore të Republikës Kosovës. Faleminderit. Nuk dua ta zbulojmë skenën, gjithë skenën. Ne do jemi deri të premten për baza ditore me mysafirë të ndryshëm, do zhvillojmë intervista. Do e bëjmë si një lloj forme të mozaiku që çdo ditë nga një vend të ndryshëm, nga një pikë të ndryshëm ku ditën e ajte me gjithë festivali do zbulohet gjithë kjo enigma e këtij vendi. Por mund t'ju siguroj gjithëve që është vërtet një vend i mahnitshëm, një vend i cili nuk e ka pas deri më tani Kosova. Linja për ju studio. Faleminderit Enver, faleminderit për gjitha këto informacione. Ashtu si që tha edhe Enveri, pra padyshim është duke u përgatitur një skenë gjigante sa i përket këtij festivali, por neve do na duhet të presim të ajtën që ta shohim të plot. Në këtë përfundim të episodës së parë të RTK Festit, sjellim edhe një herë falënderimin sa i përket Eris Komit, që ka nisur rrugtimin me RTK, ndërsa sot është një ndër partnerët kryesor të të gjitha mediave shqiptare. Rruga e tyre është shndruar në një urë të fortë lidhëse mes markave dhe gjithë hapësirës shqipfolse në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe diasporë. Eriscom është partneri besueshëm i reklamimit që arrin kudo. Eriscom është rruga drejt suksesit. Të nderuar shikues, me këtë informacion kemi ardhur në fund për sonte. Ne do shihemi nesër në po të njëjtën kohë me artistë të tjerë. Pra siç që tham, do jemi deri në fillim të festivalit me gjithë artistët që do vinë në studio, do t'i prezantojnë para shumë gjithë ato që dëshirojnë me shfaq para festivalit. Miropafshim nesër. Natën e mirë.